Pas dekadash të tëra të përballjes me përmbytje, harrez dhe degradim, Xhamia e Plumbit në Shkodër ka hapur sërish dyert, këtë herë madhështore dhe dinjitoze. Monumenti i rrallë i arkitekturës osmane në Shqipëri që daton në vitin 1773 ka kaluar përmes një transformimi rrënjësor falë restaurimit të financuar nga qeveria turke që shpëton nga përmbytjet. Mehdi Myftia, i njohur si Mezini i kësaj xhamie, kujton me emocion jo vetëm rihapjen në vitet 90, por edhe momentet e vështira kur ajo përmbytej vazhdimisht. Bëhen nënor, me 4 nënor, që kena fillu punimet e para, bëhen 35 nënor. Ishte një ferr, ishte një pistek, ishte një grop, ishte një xhamia futun kret poshtë, ka me ujë duk si dita me natën, sidomos kur të vinë ujë. Sa të hala nuk e shaf tamam, sa është ako verët, po kur të vinë dimni të shaf ujë në gjithë kohë, edhe këtë të shaf në të kalu të hinë xhami, ka me ujë duk kret. Një dekadë më parë, Albankali u emërua si imam i kësaj xhamie. I emocionuar, ai tregon 3 momente të veçanta, të cilat i ka përjetuar vetë në këtë objekt fetar. Projektimi i parë lidhet me fëmijërinë time të hershme. Atëherë kur Etan Shkoda erdhi këtu, ai zani plot urtësi i Hafizit, Hafiz Sabri Koçit, tuni, si më thanë, zarmat, shkuni zarmat e çdo besimtari. Momenti i dytë është kur unë pata fatin për me kenë imami i kësaj xhami, mu emnu si imami i kësaj xhamie, Hatibi. Në atë kohë xhamia ishte një grop, nuk ishte minare, përmbytej tash e parë. Pika e tretë, domethënë që unë do të theksoja, është momenti i tanishëm, domethënë i xhamisë. Është një moment shumë interesant ku e dieshmja gërshëtohet me të sotmen dhe me të ardhmen. E rënditur ndër 50 xhamit më të bukura në botë, Xhamia e Plumbit nuk është më thjesht një monument, ajo është kthyer në një pikë referimi për Shkodrën dhe një destinacion që tërheq vëmendjen e vizitorëve nga gjithë bota.